Agjenci turistike kanë anulluar turet për në Sharm el Sheikh. Vendimi është marrë një ditë më parë pas ndërhyrjes së Ministrisë sonë të jashtme për shkak të situatës së tensionuar në Egjipt. Operatorët turistik kanë nxjerrë lajmërimin në sajte ku thuhet se charterat për në Sharm el Sheikh janë anulluar. Edhe pse ministria kishte njoftuar shqiptarët të evitonin fluturimet në këtë shtet, në charterat që do të niseshin tani në korrik, nuk kishte më asnjë vend të lirë. Klientët në përgjithësi po ndryshojnë destinacion ose drejt Turqisë ose Greqisë, Palma dhe Majorka. Ka kush po kërkon t'i kthehet pagesa mbrapa e cila do bëhet patjetër në këto kushte. Në kushtet kur Egjipti nuk është më destinacion pushimesh dhe çmimet për në Turqi apo Greqi nuk kanë ulje të ndjeshme, a mund të përfitojë turizmi vendas nga kjo situatë. Drejtuesit e shoqatës së turizmit nuk janë shumë optimist, ndërsa rendisin këto problematika të pushimeve në vend. Modeli i parë është mosnjohja mirë në tregun ndërkombëtar, imazhi akoma i pa ndërtuar sakt dhe për këtë kërkohet një marketing shumë cilësor dhe dyta strukturimi mirë i strukturave dhe rritja cilësore e shfrytëzimit të kapaciteteve. Jemi të bindur që kemi ndërtuar konceptet të hotelierisë të vogël me numër dhomash të minimale, nuk kemi struktura rezortesh akoma. Përtej destinacioneve që zgjedhin shqiptarët për këtë verë, një gjë është e sigurt, turizmi parashikohet të sjellë të ardhura më të ulta. Edhe pse zgjedhjet mbaruan shpejt, sërish zhvillimet e mëtejshme politike po mbajnë peng administratën shtetërore apo ata që aspirojnë të zënë një vend pune. Shtoi këtyre faktorëve edhe krizën ekonomike, operatorët turistik flasin për një ulje të pritshme 30% të prenotimeve këtë vit.